të vërtetën ashtu si që është nuk I thot deri daj, kur I thon shprehjes, por megjithatë kandidosh brenda ditës për I post sekretarit përgjithshëm nuk besoj se është realiste në kuptimin e arritjes së një rezultati. Pastaj sa I takon gjithë procesit ishte me shumë si të është surpriza minimale. Pati jam shumë dakord me këtë rifreskimin, se pam dhe emra të rinj, por ajo që po refuzon të adresoj Partia Demokratike është ajo që na vajti goja mbrapa, që është hapja në kuptimin e interesave të reja që duhet akomodoj PD. Për shembull nuk pam një element ose një përpjekje për të adresuar protestën. Ndoshta për afrimin e ndonjë personazhi që mund të ketë bërë mirë nga protesta, kemi parë intelektual nga më ndryshëm që kanë qenë të pranishëm atje, domethënë PD-ja nuk bëri asnjë ftesë për ta dhe në një vend ku po dhe zhvillohet një protestë për 50 ditësh rresht dhe partia më e madhe e opozitës nuk ka qasje në të, nuk përpiqet ta përfaqësoj, nuk përpiqet t'i japi, po themi një pozitë veçantë për ti, atëherë besoj që këtu ka një gabim. Kryetari, sekretari përgjithshëm mbeten të njëjtë, tek nën kryetarët po themi nuk është se shuhet një ndryshim I madh. Janë përgjithsisht njerëz që po themi kanë atë linjën partijake dhe PD-ja do vazhdojë të mbetet e njëjtë. Pra mos kërkoni më ndryshim nga PD-ja, me pak fjalë. Do të ruajnë të bërtham, do të bëjmë fushat siç kemi bërë, do të përpiqemi të fitojmë siç kemi fituar. Dhe mendoj që ky është mesazhi, pra që nëse do të afrohesh, të janë disa parakushte që duhet t'i zbatosh. Kemi parë kritika nga funksionar vetë brenda opozitës, pra vetë brenda PD-s, por edhe këtu mungon ajo simfonia që mungon dhe tek PS-ja në fakt. Pra në rast se nuk ju pëlqen zoti Berisha, duhet grupoheni dhe ta thoni në një formë që bën sens, pra në një lloj grupimi që mund ta kërcënoj realisht ose ti krijoj shqetësim Berishës, por nëse themi kështu fjalë me gjysmë zëri, pa I thënë gjëra troç, këtë nuk e them për gjithë, ka dhe njerëz që kanë folur troç. Atëherë Berisha është shumë komod në postin e tij dhe PD-ja do të vazhdojë të ruajë një kuotë të caktuar, po themi mbi bazë militanteske, pa etiketuar për keq. Pra është thjesht një votues I PD-s që do votoj gjithmonë PD dhe aq, pra nuk e shoh të shkoj përtej elektoratit gri, elektoratit protestës apo shumë tipologjive të tjera të votues.